armatosur. Jo, bëhet fjalë për shtet, jam dakord. Bëhet llaf për shtet. Grupet armatosura janë Hamasi dhe Hezbollahu. Kjo është komplet diçka tjetër. Kurse kur ti thua që ky shteti më sulmon mua dhe unë do të konsideroj ty, atëherë jemi në të njëjtën pozicion që po thot edhe Rusia thot që për çdo sulm që në rast se thot për çdo raketë që do më lëshoj mua Ukraina, unë do akuzoj Gjermaninë, Francën dhe do sulmoj ato. Pra ky në shkojmë në rast se shkojmë drejt këtij koncepti, atëherë jemi drejt një lufte të tretë botërore. Dhe nuk ka për të pasur paqe as në Ukrainë as në asnjë vend. E qartë. Pra Trumpi po aplikon atë që nuk do që të aplikohet në Ukrainë, po aplikon këtu. Në rast se do kishin të bënim llaf vetëm me 2 organizata, atëherë ti mund thuash po këto organizata mbahen nga ky shtet dhe çfarë do që veprimi që bëjnë këto organizata po këtu kemi një shtet. Dhe nuk mund të akuzosh një shtet tjetër pse ky shteti më sulmon mua pasi unë e sulmova. Prandaj po them është vënë totalisht tashmë në shërbim të zionizmit izraelit. Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe është hera e parë në historinë e marrëdhënieve Izrael-SBA që një presidencë, pra po them jo si president, po si presidencë, nuk ka më presidencë pro-izraelite se sa kjo që ka qenë. Pra edhe Biden që ishte në arritën një pikë caktuar që ju ndali bombat, ju ndali diçka tjetër, jo gjithçka. Pra arriti të mos i plotësonte shumë kërkesa edhe Bideni. Ndërsa ky që ka ardhur, kjo presidencë që ka ardhur, nuk di ti thotë jo. Ja, do të diskutojmë. Brenton, si e shikon këtë moment vendimin e Donald Trump për të hyrë në një luftë që në fakt nuk është luftë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Është fiks, domethënë, arsyeja pse Trump akuzonte gjatë gjithë kohës edhe Bidenin që po bën luftra që nuk na përkasin neve. Në rastin konkret, domethënë, Huthiit në fakt drejtani ka drejt janë Jemeni, është një shtet tjetër, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës po futen në luftë me një shtet tjetër. Por interesa që nuk lidhen me nuk është se jemenasit kanë goditur luftania amerikane apo kanë goditur le të themi anije tregtare amerikane, a ku diun çfarë. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në këtë luftë absolutisht të pa provokuar për t'ju reveruar asaj që diskutohet për Ukrainën. Patjetër, përkundrazi, jo vetëm të pa provokuar, por pak ditë më parë, rebelët Houthi kanë liruar ekuipazhin e Galaxy Leader, quhet anija që kishin marrë peng për një vit e gjysmë, që e mbanin peng. Kështu që ka qenë një, ato e quhen act of good faith, pra një shprehje mirëbesimi në këtë kuptim, për shkak se kishin lidhur me armëpushimin në Gaza. Pra për aq kohë sa do të realizohet armëpushimi dhe ne do të ta lirojmë ekuipazhin e kësaj anije. Dhe ndërkohë, pra jo vetëm të paprovokuar, por në respekt të një lloj bese të dhënë. Por nga ana tjetër, e çuditshme çfarë është që vetë lideri Abdul Malik Al-Houthi thotë ne do vazhdojmë pas këtyre sulmeve, do vazhdojmë të kemi armik Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Izraelin. Pra çfarë u arrit me këtë bombardim? Që nuk është se ka një sens. Ajo që ka sens posaçërisht është që ty të kërkoj Izraeli të bësh një veprim të tillë, vetë ti ta bësh. Pra të dalim po tek ajo tezë që është në fakt Amerika një proksi e Izraelit. Pika tjetër e analizës që dua të bëj është kjo. Pse pikërisht Shtetet e Bashkuara godasin një shtet të dobët siç është sot Jemeni, sepse duhet ta pranojmë hyn tek shtetet e dobta nëse bëjmë analizë teorike. Sepse nuk ka pasoja. Njëkohësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe tregojnë për gjithë aktorët e lindjes mesme që ne nuk e kemi problem të bëjmë bombardime, edhe nga ana tjetër nuk kanë pasoja. Cila do ishin pasojat një luftë me 2 aktorë shtetëror. Pra në këtë kuptim, Jemeni, duke mos pasur mundësi të kundërpërgjigjet me luftë të hyjë Shtetet e Bashkuara në luftë me Jemenin, e pranon bombardimin dhe thonë do bëjmë dhe ne sulmet tona. Pse? Sepse janë shtete dobët. Pra në këtë kuptim, humbin të dyja, por dhe fitojnë të dyja. Pra, Shtetet e Bashkuara hyn në luftë, por pa deklaruar se kanë hyrë në luftë, sepse kanë një shtet dobët përballë. Jemeni vuan atë që ka për të vuajtur, po ndërkohë nuk ka pasoja direkte për të futur, për të angazhuar 100% në luftë. Ata do vazhdojnë të bëjnë atë në thonjza luftën guerrile
me gjirin që kanë aty, sigurisht vazhdojnë godasin anije tregtare. True Confidence ishte e fundit që u vranë edhe disa individ brenda në ekuipazh gjatë pengmarrjes, pra do vazhdojnë me këto sulme, nuk do të ndalen rebelët Houthi. Arsyeja vetëm pse ata, të paktën siç deklarojnë, e bëjnë këtë, lidhet me luftën në Palestinë. Prandaj të treja janë të ndërlidhura. Nuk ka një konflikt SBA-Houthi pa futur në mes faktorin Palestinë apo faktorin Gaza, më mirë të themi. Prandaj mendoj që kjo çështje nuk zgjidhet. Nëse SBA-ja do vazhdoj të bëj bombardime të tilla në tentativë për të goditur Houthit, që nuk do t'i godas dot asnjëherë apo aq më tepër ti shfaros, do të vazhdoj ta bëj vetëm për efekte në një kuptim fatkeq, le të themi, se lufta është e keqe, vetëm për efekte të imazhit vet, prestigjit vet ndërkombëtar, për të treguar që un jam këtu prezent, që un i bëj bombardimet dhe nuk e kam problem, sepse duaj që të gjithë të nënshtrohen vullnetit tim. Por edhe një herë, për mua, rebelët Houthi dhe çdo konflikt që mund të ketë aty do të ndaloj vetëm nëse, siç kanë deklaruar ata vetë, ndalon konflikti në Gaza. Dritan, është e vërtet që Houthit janë, sepse ka të paktën informacione, nuk e dim sa të verifikuara janë, që kanë goditur, domethënë kanë lëshuar raketa, një nga raketat që ka shkuar deri në Egjipt, thonë. Domethënë, janë Houthit për të mos u marrë seriozisht në këtë pikë. Jo, janë për të marrë seriozisht. Gjatë konfliktit në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit, ata treguan që ishin për të marrë seriozisht pasi përdorën për herë të parë dhe një raketë hipersonike. Sot, raketa hipersonike ka Rusia, Kina dhe Houthit. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj në NATO nuk kanë raketa hipersonike. Andaj, plus ata treguan që kishin raketa balistike, pasi goditën disa herë Izraelin, pavarësisht dëmeve që arritën ose objektivave që u goditën, por ama të lëshosh një raketë 2000 kilometra, domethënë që ti ke kapacitete të tilla raketore. Dhe kjo tregon që duhen marrë seriozisht. Dhe fakti duhen marrë seriozisht tregon se përveç bombardimit parë që bën Shtetet Bashkuara të Amerikës, me datë 15 po të njëjtën natë ata kishin planifikuar edhe një bombardim të dytë. Dhe kur nisën avionët në bombardimin e dytë, atëherë çfarë bën Houthit për të penguar bombardimin e dytë, lëshuan diku të rreth 17 raketa balistike në drejtim të mjeteve detare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra të aeroplanmbajtses Truman dhe anijeve të tjera, luftanijeve që shkojnë në blok me aeroplanmbajtsen, dhe ndërkohë që avionët ishin në rrugë për të goditur në Yemen. Dhe në këtë moment u dha urdhër që avionët të ktheheshin, pra se duhet që të mbronin aeroplanmbajtsen dhe duke goditur raketat balistike në ajër, pra, sepse kështu funksionon. Dhe u ndërpre goditja e dytë ndaj Yemenit për arsye se avionët detyruan të përdorin raketat e tyre për të eliminuar raketat balistike që po shkonin në drejtim të tyre goditje. Pra, shikoni, ata kanë rritur kapacitetet e tyre, pra domethënë që ata kanë kapacitetet e tyre detektuese, pra radarët i kanë dhe nuk janë eliminuar radarët siç pretendojnë izraelitët dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe anglezët, që i kemi eliminuar sistemin e tyre radar, pra tregon që ata i kanë kapur me radar këtë val goditje të dytë dhe kanë bërë një reagim tjetër, pra e kanë detyruar duke goditur bazën e lëshimit të Amerikan dhe detyruar gjithë fuqinë ushtarake ajrore amerikane të kthehet për të mbrojtur bazën e tyre të lëshimit. Dhe Brandon i tha që nuk do të ketë, pra në këtë moment Houthit janë të vetmet në këtë përplasje të cilët nuk e humbasin në asnjë moment çfarëdo që të ndodhi, ata nuk e humbasin prestigjin. Ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës, në momentin që një raketë nesër do të godasi aeroplanmbajtsen Truman ose do të godasi një nga luftanijet që shoqërojnë aeroplanmbajtsen Truman, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë humbur prestigjin e tyre. Pra tregojnë që nuk kanë kapacitete të mbrohen nga një vend si Jemeni, që me të vërtetë Brandon i thotë që është vendi më i dobët në lindjen e mesme dhe vendi më i varfër i botës. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë çfarë humbin në këtë moment? Reputacionin, po. Absolutisht, kurse Jemeni nuk humb asgjë. Ata vetëm përfitojnë. Dhe një raketë ka arritur të vi deri në afërsi të aeroplanmbajtses Truman dhe është asgjësuar me vonesë dhe copëzat e raketës kanë rënë mbi aeroplanmbajtsen Truman, duke shkaktuar dëme materiale. Pra derisa njëra ka arritur, nesër ata mund të lëshojnë një sasi më të madhe dhe të arrijnë ta godasin një aeroplanmbajtse. Dhe gjitha kjo aeroplanmbajtse Truman ka qenë bashkë me luftanijet atje në kuadër të operacionit që nisën Shtetet Bashkuara të Amerikës me Anglinë gjatë luftës në Gaza, që quajtën Prosperity Guardian. Pra mbrojtësi i prosperitetit. Dhe shikoni, prap vim të ajo çështja politike.
ka ndryshuar vlerat, pra ky perëndimi ka ndryshuar totalisht, ka përmbysur vlerat njerëzore. Quajtën mbrojtje të prosperitetit, për arsye që të mbronin Izraelin nga sulmet e Jemenit. Po. Pra, genocidin e konsiderojnë prosperitet. Imagjinoni ku kemi mbërritur? Pra, genocidin në Gaza që bënte Izraeli e konsideruan prosperitet. Dhe të mbrojmë këtë prosperitet që po bën Izraeli në Gaza nga Jemeni që po tenton ta ndalojë këtë prosperitet. Pra, ky është niveli i vlerave që ka sot perëndimi. Nëse, domethënë gjykata ndërkombëtare Netanyahu e ka Gjykata ndërkombëtare, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë pjesë e gjykatës ndërkombëtare, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë pjesë e kësaj gjykate. Ka një qëndrim. Po shiko, gjykata ndërkombëtare nuk përfaqëson Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk përfaqëson Izraelin dhe nuk përfaqëson një pjesë të mirë të vendeve të tjera. Absolutisht, jo, po them ka një qëndrim edhe perëndimi, nuk është se s'ka qëndrim. Jo, nuk ka qëndrim, nuk është qëndrim perëndimor. Jo, pa qëndrim perëndimor është qëndrimi politik. Qëndrimi i europianëve ky dritan. Qëndrimi i europianëve ishin të gjithë kundër vendimit të gjykatës ndërkombëtare, pra dikush më pak, dikush me mënyrat e tyre. Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin ato që dolen haptas dhe duke kërcënuar dhe duke sanksionuar gjykatësit dhe prokurorët që morën këto vendime, ndërsa pjesa tjetër e Bashkimit Evropian nuk i kundërshtoi, por zgjodhi një politikë tjetër më të butë, por ama nuk në asnjë moment nuk mbështeti vendimin e gjykatës ndërkombëtare. E qartë. Ndërkohë, Brendon, pyetja është kush do ta arrestojë nëse ka një urdhër arresti. Ja ka ndodhur. Generali që kishte urdhër arresti erdhi në Itali dhe nuk u arrestua. Donald Tusk, me çka më lexuar, ka thonë që nëse vjen këtu ne arrestojmë, po ai Wilhelm Mercy e ka ftuar në Gjermani, po gjithsesi, Brendon. Po. Si e konsideron tani këtë, dalim tek përpjekja e SBA-s për të futur në këtë histori edhe Iranin. Ka padur një deklaratë të Donald Trump për sa i përket faktit që do ta konsiderojmë çdo goditje të Jemenit, do ta konsiderojmë si goditje nga Irani. Si e lexon këtë përshkallëzim? Po, nuk është e fshehtë fakti që Irani është sponsori kryesor dhe mbështetësi kryesor i Huthive. Ata në fakt kanë dalë dhe kanë dënuar këto sulmet amerikane, sigurisht me një gjuhë të ligjit ndërkombëtar, duke i akuzuar amerikanët se janë destabilizues për rajonin, se po shkelin sovranitetin e Jemenit, pra në këtë kuptim, sepse ata janë diplomatik, por sigurisht kanë bërë dhe atë thirrjen për ndalim të luftimeve. Pra, Irani nuk futet drejt për drejt. Deklaron mbështetjen e vet, por nuk merr përsipër që të futet si palë në një konflikt. Pra, vazhdimisht mban qëndrime, por nuk bëhet palë. Mban qëndrime të anshme, por qëndron si i paanshëm në kuptimin diplomatik, në deklaratat që bën apo në veprimet që kryen. Kjo mund të ketë dy interpretime. E para sepse nuk ka kapacitetet që të përballet qoftë në kuptimin diplomatik, po edhe në atë ushtarak apo gjeopolitik drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara, ose interpretimi tjetër mund të jetë që ka një lojë më dinake në gjeopolitik dhe marrëdhënie ndërkombëtare, që kamuflon me diplomaci diçka që do ta bëjë nën rrogoz. Por këtu pastaj nuk kemi të dhëna, pra do futemi në spekulim dhe në konspiracion. Ideja është që Irani nuk do ta bëjë hapin, për aq kohë sa nuk e bëri hapin me sulmet që i bëri Izraeli Hezbollahut në Liban, që i kishte shumë më afër, shumë më drejt për drejt, shumë më të mundur që të reagonte, nuk besoj se do ta bëjë me Huthit në Yemen. Jo thua që do ta ndërpres mbështetjen, nuk do që të bëhet pjesë e një konflikti të drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Brendon, po më thua që do ta ndërpres mbështetjen që ka dhënë deri tani për Huthi, se raketat balistike etj janë qartësisht të Iranit. Janë të Iranit, se është burkan njëshi për këto distancat e shkurtra, se Dritani është ekspert, më korrigjon, edhe Quds dyshi që është për distanca pak më të gjata rajonale, që kanë aktualisht Huthit, të paktën nga çfarë kam lexuar. Dhe të Iranit janë, se nuk i prodhon njëri tjetër. Ideja është që Irani do ta mbështesë në këtë kuptim, por nuk bëhet vetë pjesë e frontit, pra nuk del në front. Ka proksit e veta, siç kishte Hezbollahun, ka Huthit, mund të ketë brenda në Gaza
mund të ketë jashtë. Pra, ideja është që Irani vetë nuk ballafaqohet në kuptimin frontal. Dhe unë mendoj që ka këto dy interpretime për që Dakor. Ose nuk ka kapacitetet, ose bën sikur nuk ka kapacitetet. Dritan, ndërkohë këtë nuk e dim, duhet ta fact check në fakt, po thuhet që një nga le të themi avionet amerikan ka goditur anijen iraniane ja një sekond se anijen spiune iraniane në fakt. Po nuk po më hapet aktualisht. Një nga anijet spiune iraniane ndërkohë që hapet e saktësojmë. Si e vlerëson këtë momentin thash të involvimit të një lufte të Iranit në përplasje me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Të sqarojmë të puna e anijes. Nuk ka goditur asnjë anija për cilën bëhet llaf nuk ndodhet në ujërat e detit Kuq. Pra anija për cilën bëhet llaf, është një anije zbulimi iraniane. Anije zbulimi iraniane nuk ndodhet në ujërat e detit Kuq. Pra është larg këtij territori, ndodhet në ujërat e detit Indian, për arsye se ka marrë pjesë në stërvitjen detare që krijoi, që ishte duke zhvilluar midis Iranit, Kinës dhe Rusisë, nëse marr. Pra ishte pjesë e kësaj stërvitje dhe ndodhet në ujërat e detit Indian dhe jo në ujërat e detit Kuq. Kështu që kjo nuk ka zhvilluar. Por futemi tek kjo, te deklarata e Trumpit. Deklarata e Trumpit, po ju them që Irani po zgjedh lozës për shiko. Problemi i Iranit është që duke qenë se ka gjithë komunitetin ndërkombëtar kundra. Pra gjithë komuniteti ndërkombëtar është marrë peng nga zionizmi izraelit. Aktualisht kundrejt Iranit dhe ka zgjedhur të bëjë lojën, pra ai po ndihmon deri tash i ka ndihmuar të gjithë këta aktorët të cilët përbëjnë frontin e rezistencës në prapavi, por nuk ka marrë pjesë direkte, sepse ndërkohë që në rast se do të merrte pjesë direkte në mbështetje të tyre direkte, pra të sulmonte objektivat izraelit ose objektivat amerikane në rajon, automatikisht ai do të konsiderohej si agresor. Dhe qëllimi i Iranit është që në këtë skakierën gjeopolitike ndërkombëtare të mos konsiderohet si agresor. Pra, për këtë arsye edhe ai ka kundërreaguar ndaj veprimeve të Izraelit ndaj Iranit. Pra nuk ka qenë Irani që ka sulmuar i pari Izraelin, nuk ka qenë Izraeli që ka sulmuar i pari objektivat iraniane. Dhe ata janë kundërpërgjigjur. Të fundit nuk e bën me ndërhyrjen e rusëve. Pra rusët kërkuan që mos të reagonte për herën e fundit dhe nuk e bën herën e fundit. Dhe të njëjtën gjë po bëjnë edhe këtu. Pra me deklaratat e tyre për Huthit, pra qëndrojnë në mbështetje të tyre, ushtarake dhe politike dhe diplomatike. Por në asnjë moment, deri në momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës do godasin Iranin, ata nuk do të ndërhyjnë në këtë ekuacion. Sepse në rast se do të ndërhyjnin, automatikisht kjo do të konsiderohej si sulm Iranit ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse siç e tham, shiko, të konstatojmë, tham që pavarësisht retorikës, Jemeni është shtet më vete. Pra Jemeni është shtet më vete. Dhe në këtë moment që Irani do të hynte në këtë moment, në rast se ne pretendojmë që të hyjë dhe të sulmojë tashmë luftanijet amerikane, që po sulmon Jemenin, automatikisht Irani do të konsiderohet këtë. Trumpi s'po thotë që Irani do të sulmojë, po thotë do të furnizojë Jemenin. Po ai e furnizon Jemenin. Pra çdo goditje e Jemenit ne do ta konsiderojmë si ai e furnizon Jemenin atë. Ata nuk e kanë mohuar që e furnizojnë Jemenin. Jo, nuk do ta ndërpresin. Jo, nuk do ta braktisin Jemenin. Dhe e deklaruan që nuk e braktisin Jemenin, por thanë që deklarata e tyre që Jemeni është shtet më vete dhe vendimet e tij strategjike i merr vet, treguan që ne do të vazhdojmë të ndihmojmë, po vendimet i marrin ata, si marrim neve për ta. Po mirë, ky është qëndrimi i Iranit, ndërkohë qëndrimi i Trumpit ishte që ne do ta konsiderojmë çdo sulm tyre si sulm të Iranit. Po pra kjo është dhe sido që ta konsiderosh të, problemi është që nesër në marrëdhëniet ndërkombëtare llogaritet kush është sulmuesi dhe kush është agresori dhe kush nuk është agresori. Pra, në momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës do sulmojnë Iranin mbi këtë pretendim, automatikisht Shtetet Bashkuara të Amerikës konsiderohen sipas Nenit 51 të Kombeve të Bashkuara agresor dhe Irani i lindë drejta për tu vetë mbrojtur. Kombeve të Bashkuara, UN po thuaj që do shkrihet që thotë Trumpi do ta shkrijë fare. Po UN nuk do shkrihet, nuk e shkrin dot Trumpi UN-in. Jo, ideja po. UN Trumpi ka deklaruar nuk ka interes ta them as kinezët as rusët, nuk kanë interes ta shkrinë UN-in sepse aty kanë fuqinë e tyre dhe përdorin fuqinë e tyre. Pra në momentin që shkrihet ajo nuk ka më fuqi kineze dhe ruse politike dhe diplomatike. Pra kur gjithë problemi, pra nuk ka për të shkrirë se thot Trumpi. Deklaratat e Trumpit janë reklama, shumica e tyre. Propagandë. Pra, propagandë dhe iranianët nuk kanë më të marrë pjesë në këtë derisa ata të sulmojnë.
Në momentin që të sulmojnë, aktualisht sot, jo vetëm sot, po i kanë pasur edhe më përpara, po iranianët i kanë sot të gjitha kapacitet ushtarake që të godasin çdo lloj baze ushtarake amerikane në lindjen e mesme. Pra ata kanë 5 lloje raketash të ndryshme, sasi dronësh të ndryshme dhe pra kanë kapacitete ushtarake që çdo lloj baze ushtarake amerikane në rajon ata ta godasin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës sot nuk kanë kapacitete që të mbrojnë bazat e tyre ushtarake në rajon. Pra nuk kanë mbrojtje kundërajrore të përqendruar në bazat e tyre ushtarake, pra nuk kanë nga i mbrojnë, shtetet në cilat janë vendosur nuk kanë mbrojtje kundërajrore, edhe shteti vetëm i cili ka mbrojtje kundërajrore amerikane që ka Patriot 3-shin, Arabia Saudite ka treguar që në konfliktin me Huthët, Patriot 3-shin nuk ishte efektiv ndaj këtyre raketave iraniane që lëshonin Huthët ndaj Arabisë Saudite. Por kemi një problem. Problemi më i madh që funksionon këtu është a do të zgjerohet ky konflikt apo do të mbetet midis Iranit dhe kësaj. Këtë po themi. Aktualisht, vetmja mënyrë dhe vetmja opsion që të zgjerojë këtë konflikt është që shtetet të cilat kanë bazat ushtarake amerikane të lejojnë që hapësira e tyre ajrore të përdoret nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të sulmuar Iranin. Këtë radhë, Arabia Saudite bëri një deklaratë që neve nuk kemi lejuar përdorimin e hapësirës sonë ajrore për të sulmuar Yemenin nga hapësira jonë ajrore. Pra dolën në deklaratë zyrtare. Në këtë mënyrë. Po ndërkohë dhe Irani kërcënoi që Irani e ka bërë të qartë që më përpara që vjet që çdo lloj shteti i gjirit persik i arabëve që do të lejojë përdorimin e hapësirës së tij ajrore për goditje ndaj nesh, ne do të konsiderojmë armik. Pra, kjo do të bëj. Dhe në rast se Arabia Saudite do vazhdojë të mbajë këtë qëndrim edhe nesër në rast se Trumpi vendos të godasë Iranin, automatikisht ky konflikt do të mbetet një konflikt midis Iranit, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit, konflikt i cili nuk do të përfundojë në një luftë totale konvencionale, pra do të mbetet në konflikt të pjesëshëm konvencional, pra njëra tjetrën do të godasë njëra tjetrën me raketa, por nuk do të kemi përplasje trupash askund në terren. Pra vetëm një konflikt gjys konvencional. E qartë. Ndërkohë, Brenton, Ron Paul është një nga senatorët e famshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili kërkonte Donald Trumpit që exit the Middle East, largohu nga lindja e mesme, në një ton paralajmërimi, sepse ma kujtoi dritanin kohën që po fliset tani, sepse thonte ushtarët tani kemi në mëshirë të fatit atje dhe do të ishte e pafalshme që ata ushtarë ne t'i humbisnin për një luftë që s'është e jona, pak a shumë kjo ishte ideja e Ron Paulit. Ky toni urdhërues dil nga lindja, çfarë mendon se do ndodh në lindjen e mesme, nisur nga ajo që po ndodh në Siri, ajo që po ndodh në Gaza, ajo që po ndodh midis SBA-ve dhe Huthive, deklaratat që kanë midis deklaratat e SBA-s për të goditur Iranin. Pra çfarë po ndodh? Pas meje këtu ke një hartë që e kam diskutuar me dritanin e 2006-s, dritani mund ta sqarojë, apo shkojmë tek një, le të themi, thash nisur nga kjo, dil nga lindja me, apo shkojmë tek një rikonfigurim, te një përplasje e madhe në lindjen e mesme, pastaj te një rikonfigurim të ngjashëm me këtë planin që është bërë në 2006 në dritan. 2006. Atëherë po jap përgjigjen e kësaj të fundit në fund. Por po nis duke thënë që Ron Paul sigurisht që është senator i famshëm, është